Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Tetovës prej ditës së sotme e deri ditën e premte do të mund të marrin kartelat për të shfrytzuar transportin publik falas. Kartelat mund të merren në zyrat e ndërmarrjes publike Tetova Transport në Tetovë nga ora 8 deri në orën 16. Sipas njoftimit të kësaj ndërmarrje, nxënësit e shkollave fillore kartelën duhet ta marrin personalisht me shoqërimin e një prindi ose kujdestari, duke paraqitur dokument identifikimi. Po ashtu nxënësit e shkollave të mesme, kartelën mund ta marrin personalisht, duke paraqitur dokument identifikimi. Fillimisht drejtorët e shkollave kanë marrë njoftim nga ndërmarrja Tetova Transport që të dërgojnë listat e nxënësve dhe të dhënat janë përpunuar, ndërsa tash dhe të njëjtat kanë filluar t'u jepen nxënësve. Nga dita e sotme ne kemi filluar me dhënien e kartelave për transport, për shfrytëzimin e transportit publik falas për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore. Ne fillimisht kemi drejtuar shkresë të gjithë drejtuesve të shkollave fillore dhe të mesme që të na i dërgojnë listat e nxënësve dhe ne automatikisht ato përpunohen nga ana e administratës dhe mund të jepen. Do me thonë, sipas numrit që kemi deri tash, janë diku 1000 nxënës, mbi 1000 nxënës që duhet që kanë të drejtë ta shfrytëzojnë transportin publik falas. Ditët e ardhshme ky numër do të rritet sigurisht me plotësimin e listave të tjera nga ana e drejtuesve të shkollave. Post kësaj, në ditët në vijim, do të kemi edhe promovimin e aplikacionit Teklik ku do të promovohen edhe kategori të tjera për shfrytëzim të transportit publik, siç është kategoria për përfitim falas të gjithë qytetarëve që janë në komunën e Tetovës. Ata qytetarë duhet fillimisht të aplikojnë nëpërmjet aplikacionit Teklik dhe fillimisht duhet të kenë të paguar detyrimet ndaj komunës, siç janë, domethënë, tatimi dhe detyrimet të tjera që rrjedhin nga institucionet e tjera komunale. Mëtej nga kjo ndërmarrje thonë se ka një interesim të madh të qytetarëve dhe pritet që vendimi i Këshillit Komunal të promovohet dhe të jepen detaje se cilat kategori do të përfshihen. Realisht, jashtë kësaj ngelim vetëm qytetarët që nuk i takojnë komunës së Tetovës, mirë po jo të gjitha. Për shembull, kategoria e studentëve është një kategori në vete që nuk e definon lokacionin se nga vjen, mirë po për këtë fillimisht duhet të ketë një memorandum bashkëpunimi në mes komunës së Tetovës dhe atij institucioni, në këtë rast universitetit. Dhe ne mund t'i përpunojmë të gjithat. Do të thonë, të gjithë kategoritë janë të përfshira, edhe shoqatat të tjera, shoqatat e pensionistëve, shoqatat e invalidëve dhe kategoritë të tjera të qytetarëve. Deri më tani transportin falas kanë filluar ta shfrytëzojnë edhe punëtorët tjerë në administratë dhe kompani private. Në ndërkohë, pasi që një pjesë e madhe e qytetarëve dhe kategorive të përfshira në transportin falas do të marrin kartel, pritet që të shtrohet nevoja dhe për rritje të kapaciteteve, gjithsesi blerje të autobusave të ri. Nga ndërmarrja publike Tetova Transport në Tetovë, thonë se presin dhe që qeveria të blejë autobusa të ri dhe Tetova të jetë në mesin e qyteteve që do të përfitojë.